është momenti kur një 76 vjeçar i identifikuar si Ali Roshi ndjek me një shkop druri në dorë bashkëshorten 70 vjeçare në tentativë të cilësuar për ta vrarë pas një konflikti. Rasti i rënd i dhunës në familje u regjistrua në qytetin e Durrësit, ku ndërhyrja në kohë e forcave të policisë që u njoftuan nga fqinjët shmangën për shkallëzimin e krimit në familje. Gruaja e moshuar sipas policisë është qelluar me shkop druri në kokë e përpasoj ka marrë dëmtime të rënda fizike, për të cilat po trajtohet në Spitalin e Traumës në Tiranë. Burri i moshuar u vu në pranga në kushtet e flagrancës dhe u dërgua në paraburgim nga forcat e policisë së Durrësit, që ju përgjigjen alarmit për rastin e dhunës në familje. Në dëshminë e parë, ai mësohet të thënë se ishte një konflikt i çastit me bashkëshorten që më pas përshkallëzoi. Në vijim, 76 vjeçari pritet të përballet me drejtësinë për atë që policia e raporton si tentativë vrasjeje, por akuza do të zyrtarizohet pas përfundimit të hetimit para prag. Të paktën 10 raste dhune u raportuan nga policia si ngjarje të ndodhura në orët e fundit në vend, që përfshin dhunën në familje, dhunë fizike, kërcënim, përndjekje, gacmim seksual e kanosje. Mesatarisht, 13 gra në ditë kërkojnë ndihmë pasi dhunohen në familje, sipas të dhënave nga Qendra Aleanca Gjinore. Gjatë 9 muajve, 2881 gra kanë raportuar dhunë, ndërsa mbi 3650 gra kanë kërkuar ndihmë nga linja e Këshillit për gratë dhe vajzat sipas raporteve.